Një grup studentësh nga një universitet në Zvicër ka ndërmarrë një nismë të veçantë humanitare në mbështetje të familjeve shqiptare në nevojë. Në bashkëpunim me misionin Emanuel, ata dhuruan dru zjarri për disa familje në qytetin e Korçës. Ky veprim simbolik, por plot dashuri e kujdes, synon të lehtësojë përballimin e ditëve të ftohta të dimrit, duke siguruar ngrohtësi fizike dhe shpirtërore për komunitetin. Ilda Mitre, si përfaqësuese e misionit Emanuel, shprehu mirënjohjen për studentët e huaj, duke theksuar se gjeste të tilla janë dëshmi e vlerave të solidaritetit ndërkombëtar dhe e dëshirës për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë. Kjo ishte një nismë shumë e bukur, do të thoja, sepse ata përveç se treguan një shembull të cilin duhet ta ndjekin edhe të rinjt këtu te ne. Ishin të gjithë studentë që studionin për degën administrim dhe politika sociale. Vizituan një sër institucionesh në fakt në qytetin e Korçës, pan situatën dhe ju bëri shumë përshtypje situata tek gjeologjia, aty ku dhe vendosën të bënin donacionin. Dhe i mbështetën këto 20 familje që jetojnë aty me dru zjarri për sezonin e dimrit që po vjen tani. Është dhurimi i dytë, si duket fjala përhapet shpejt edhe ata morën shembullin e nxënësve të tjerë, shokëve të tyre dhe përsëritën të njëjtin gjest. Fal kësaj nisme, disa familje do ta presin dimrin me më shumë ngrohtësi, ndërsa shembulli i studentëve nga Lucerna mbetet një mesazh frymëzues për fuqinë e humanizmit dhe bashkëpunimit.